E ke parë një problematik ditë më parë se unë të ndoqja në rrjetet tua sociale në Ksamil. Gjithë Ksamili është problematik. Po, në çështjen e mbetjeve. Po Ksamili është vetë problematik. Aty ajo që unë shkruajta paka shumë ishte një lloj mërzitje, sepse në fakt në tetor para se të ikja në Amerikë, isha me një grup të huaj, ishte në bëjmë atë garën e notit nga Butrinti në Korfuz. Ishin diku te 150 të huaj që në hyrjen e Butrintit, aty ishte një vend depozitimi i mbetjeve të Ksamilit. Pra imagjinoj një qytet të Ksamili. I ka pamjet mos gaboj, do të na ndihmoj. Hedh plerat mund në hyrje të parkut kombëtar të Butrintit, pasuri botërore UNESCO-s. Dhe është një turp, edhe unë ndjeva jashtëzakonisht turp, aq më tepër që ata që ishin aty e dinin që unë isha i lidhur për një kohë gjatë me Butrintin. Dhe i shkruajta disa njerëzve të rëndësishëm të Republikës Shqipërisë, të cilët mendoj unë kanë një lloj sensitiviteti. A të kthyen përgjigje se ka dhe nga ata që s'të kthejnë përgjigje? Më kthyen të gjithë përgjigjet, më thanë ke shumë drejtë, është turp. Dhe mbas 6 muajsh kur unë jam aty përsëri dhe shoh po të njëjtën situatë, domethënë nuk kam më arsye që ti se nuk di çfarë të thuash dhe nuk i di kujt drejtohesh më, se s'ke ku vetëm pra nuk ke çfarë drejtohesh sepse është e njëjta situatë. Dhe nuk ka ndryshuar absolutisht asgjë. Dhe nëse